Gjarmin që nuk më pickon mu, le të bëhet 1000 vjeç, thojnë gafilat, njerëzit e ligj, edhe ata që s'kan dinë e iman. Por nuk e din se gjarpni, kur të përballen, ka mi picku edhe ata. Jo po e kam shokun gjarpnin, me te nuk mundesh me pas as shoqni, as miqësi, sepse në natyrën e tij ka helm, sulm edhe ligësi. Shqiptarët duhet t'i kthehen Zotit, duhet të jenë të drejtë, duhet të respektojnë njëri tjetrin dhe duhet të dalin kundër zullumit. Zoti është dashni, Zoti është dashni, thonë disa të pa fe që për ironi e kanë shpirtin plot të mbushur me urrëtie ndaj Islamit dhe zemrën pleh. Zoti është dashni, por Zoti është edhe drejtësi. Zoti ka shpërblim, por Zoti ka edhe dënim. Kur të kënaqeni me fatkeqësinë e tjetrit, Zoti ju sprovon edhe juve. Por ne e lutim Allahun xhaleshanuhu me duan e Musait a.s. që thoshte: O Zoti im, sikur të kishe dashur ti, do t'i kishe shkatëruar më herët ata dhe mua. Apo na shkatron për atë që bën budallëj dhe ignorantët në mesin tonë? Kjo nuk është tjetër veç se një sprovë e jotja, me të cilën e devijon atë që do dhe udhëzon atë që do. Ti je mbrojtësi ynë, prandaj na fal dhe na mëshiro, sepse ti je më i miri i atyre që falin. Allahu e ruajt vendin tonë, Allahu e ruajt Shqipërinë, i drejtof shqiptarët ka e mbarë dhe drejtësia dhe udhash në shpirtin e tyre forcë dhe vullnet për të dalë kundër tradhtisë dhe padrejtësisë. Amin.